Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përdorni zbutës sa herë lani rrobat, mjeku zbulon të vërtetën pse nuk duhet ta përdorni më. Zbutësi nuk është një ide e mirë për rrobat tuaja. Ka shumë njerëz që e përdorin kjo për shkak se i jep rrobave një aromë të mirë dhe i mban më të buta. Por ju vetëm këto të mira i dini, por nuk është ashtu siç duket. Ai është i dëmshëm sepse ka përbërës kimik. A e keni lexuar ndonjëherë paketimin e zbutësve? Sigurisht që jo. Nëse e lexoni me vëmendje, aty do të zbuloni se zbutësi nuk përmban substanca që i mbajnë rrobat të freskëta apo të buta. Përkundrazi, rrobat tuaja do të mbushen plot me kimikate që do t'ju dëmtojnë juve. Këtu ju do të mësoni disa prej kimikateve të cilat gjenden tek zbutësi i rrobave. Alfa terpineol. Ky kimikat mund të shkaktojë probleme shëndetësore si marramendje, dhimbje koke, humbje të kujtesës, madje edhe mpirje në fytyrë dhe dhimbje në qafë dhe në shpinë. Acetat benzin. Ky kimikat toksik ka qenë i lidhur me sëmundjet e pankreasit. Gazi që çlirohet nga lëngu mund të shkaktojë acarim te sytë tuaj dhe në rrugët e frymëmarrjes. Alkool benzil mund të shkaktojë një numër të madh të problemeve shëndetësore siç rregullimet të sistemit nervor qendror, dhimbje koke, vjellje, marramendje dhe rritje të lartë të presionit të gjakut. Kloroformi. Kloroformi është një neurotoksin i fuqishëm që mund të shkaktojë shumë probleme shëndetësore si humbja e vetëdijes, të villa, dhimbje koke dhe përgjumje. Linalol. Ky është një qetësues që njihet për shkaktimin e problemeve të frymëmarrjes dhe humbjen e koordinimit të muskujve. Të gjitha këto kimikate mund të gjenden tek zbutësi i rrobave. Jo vetëm kaq, por ata janë edhe të shtrenjtë dhe të rrezikshëm për shëndetin. Mirë, por këtu ne do t'ju njohim me metodën se çfarë duhet të shtoni në lavatriçe për të patur rroba të buta dhe arome cila zgjat për ditë me radhë. Detergjentët janë thelbësor për larjen e rrobave dhe është shumë e rëndësishme që ju të zgjidhni gjithmonë të duhurit në mënyrë që ata të mbajnë një aromë të mirë dhe të jenë të butë. Agrumet dhe livandoja janë përdorur gjithmonë si një pjesë përbërëse e detergjentëve, jo vetëm për aromën shumë të këndshme, por edhe për efektet e tyre pastruese. Vaji i livandos është pikërisht ai që ju duhet. Në qoftë se ju dëshironi rroba të buta dhe që mbajnë arome cila zgjat për disa ditë radhazi, mund të miksoni 12 deri në 15 pika vaj esencial livandoje me detergjent të lëngshëm dhe ta shtoni në makinën tuaj larëse. Një mënyrë tjetër është që ju të shtoni disa pika vaj në një copë dhe ta vendosni atë në lavatriçe. Ne gjithashtu ju sugjerojmë edhe përgatitjen e një detergjenti natyral të cilin ju mundet që ta përgatisni vetë në shtëpi. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë gjelle vaj livando, 1 lugë gjelle vaj limoni, 1 lugë gjelle vaj citro, 8 gota sodë buke, 4 gota sapun i lëngshëm. Përgatitja: shtojini vajrat esencial së bashku me sodën e bukës në një enë, hidhni gjithashtu sapunin e lëngshëm dhe përzieni mirë në mënyrë që të kombinohen plotësisht me njëri tjetrin. Për çdo larje përdorni 1/8 e gotës nga ky detergjent natyral. Mos aplikoni vaj direkt në rroba sepse mundet që t'i dëmtojë ato. Këto janë teknikat më të mira për larjen e rrobave me zbardhues natyral. Përbërës të thjeshtë stopiak mund të përdoren që veshjet tuaja të preferuara mos të marrin ngjyrën gri, të verdhë ose të zbehtë. Bright Side ka zbuluar disa teknika shumë të mira për zbardhjen e rrobave me zbardhues natyral në kushte shtëpie. Për heqjen e njollave, hidhni 2 litra ujë në një kazan dhe vendoseni në sobë. Merrni 3 limona dhe shtrydheni lëngun.
Hidhni edhe një lugë gjelle me krip në ujin e nxehtë, shtoni lëngun e limonit dhe 1/4 kup detergjent rrobash, lëreni rrobat në ujë për rreth 40 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë 2 deri në 3 herë. Kjo teknikë është njëkohësisht shumë e mirë edhe për të hequr njollat e djersës në krahas dhe në jag. Për zbardhjen e rrobave të bardha, hidhni një lugë gjelle sot buke direkt në rrobën e njollosur. Prisni një limon në gjysmë dhe fërkoni me të pjesën e njollosur. Lëreni për plot 15 minuta dhe më pas e lani rrobën si zakonisht me ujë të ngrohtë. Këtë metodë përdoreni shpesh për heqjen e njollave të verdha në bluzat e zbardhura. Mund të bëni dhe një pastë me sodë buke dhe me lëng limoni dhe njëkohësisht ta aplikoni atë në pjesën e njollosur. Zbardhues natyral. Prisni 2 limon në feta dhe i hidhni në një legen me ujë të nxehtë. Vendosni rrobat në legen dhe i lini të njome në ujë për rreth 40 minuta. Pasi t'i fërkoni pak, i lani në makinën tuaj larëse, siç bëni zakonisht. Limonët gjithashtu shërbejnë edhe si zbardhues natyral pa i dëmtuar rrobat. Për larjen e veshjeve delikate, përzini 1/4 kup detergjent me rroba me 1/4 kup peroksid hidrogjeni dhe i hidhni tek një legen me ujë të ngrohtë. Njomni me të rrobat dhe i lini për 30 minuta. Më pas i shpëlani si zakonisht. Për të ruajtur cilësinë e rrobave është e domosdoshme që ju të përdorni një detergjent të mirë. Kjo teknikë është e mirë për larjen e rrobave delikate, pa pasur nevojën që t'i fërkoni në mënyrë që t'ju hiqet ngjyra. Zbutës natyral për rrobat. Njomni rrobat për 40 minuta në një përzierje me 4 kupa ujë dhe gjysmë kup uthull. Në qoftë se dëshironi që të hiqni njollat e djersës, hidheni uthullën në pjesën e njollosur dhe e fërkoni atë me një sapun natyral. Gjithashtu, uthulla e mollës nuk shërben vetëm për zbardhjen e rrobave, por edhe si një zbutës tërësisht i përgatitur në shtëpi edhe pa efekte anësore. Nga ana tjetër, këtu ne do t'ju tregojmë edhe trukun se si ju duhet të lani rrobat në lavatriçen tuaj për t'i pasur ato sa më të reja dhe njëkohësisht tepër të buta. Një ndër produktet që ju mund të shtoni në lavatriçen tuaj është pikërisht uthulla e mollës. Ndryshe nga zbutësit e rrobave, uthulla është një produkt natyral, prandaj ajo është miqësore me mjedisin dhe me lëkurën, ndërsa zbutës të ndryshëm kanë njëkohësisht të ngjarë që të shkaktojnë acarim dhe kruajtje në lëkurë. Gjithashtu, uthulla përveç kësaj mbron edhe ngjyrat në rrobat tuaja. Në larjen e fundit të rrobave me ngjyra, ky material është zgjidhja më e mirë. Përbërja e tij është e tillë që mbron ngjyrën dhe njëkohësisht ndihmon rrobat tuaja për të pandryshuar ngjyrën. E njëjta gjë vlen edhe për rrobat e zeza, ngjyra e të cilave tenton që të zbehet me kalimin e kohës. Është e mirë edhe për lavatriçen. Përveç se i bën rrobat tuaja më të buta, redukton gjithashtu edhe grumbullimin e kriprave larëse brenda lavatriçes tuaj. Mirë, po gjithmonë duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultoni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar
dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.